Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Edi Rama deklaron nga Kuçi se në 11 maj Partia Socialiste fiton 78 mandate, por projekcioni në rang kombëtar mund të arrijë në 88 deputet. Berisha përshëndet vendimin e administratës amerikane për lejimin e udhëtimit në SBA, denoncon vendimin politik të administratës Biden. 4 persona ndalohen në Shkodër në ndyshime për krime zgjedhore, Altin Dumani drejton operacionin e SPAK, takime me task force-ën edhe në Lezhë. Avioni i parë ulet në pistën e aeroportit të ri të Vlorës, investimi pritet të japë një hovë të ri zhvillimit të turizmit në jug të vendit. Do të vjojmë gjërësisht me lajmet. Edi Rama ishte këto të enjte në fshatin Kuç të Vlorës, ku bëri parashikimin e radhës për zgjedhjet e 11 majit. Ai tha se Partia Socialiste do të marrë 78 mandate të sigurta, ndërsa projekcioni në rang kombëtar arrin deri në 88 mandate. Rama ironizoi edhe rivalin politik Sali Berisha duke pikturuar një buf të cilit i vuri kryqin. Memorandumi i Kuçit e quajti kryesocialisti Edi Rama, parashikimi për rezultatin e ardhshëm zgjedhor të 11 majit, ku sipas tij Partia Socialiste fiton 78 mandate të mundshme. Kuç. Numri 5. Pas nënshkrimit të memorandumit, Rama kishte një dhuratë për mikpritësin. Ramsiel. Pasaporta europiane. Shikojmë. Okej. Ja urdhë këtu. Kjo është një Landit po e dhon tash. Landit. Jo, s'ka Landit. Në Kuç, kryesocialisti Roz u prit tradicionalisht me këngë labe dhe raki. Patjetër. Landit do vim të bëjmë do ta bëjmë këtu një fest vogël. Kur mbaroj sheshi? Kur të mbaroj sheshi, do bëjmë një tavolinë të bukur, po jo drek, dark, se dreka. Dark do vao. Dark. Kur të mbaroj sheshi, do vi këtu të bëjmë tavolinë të bukur, do organizojmë shtim Evangelin, do vim këtu. Parashikimi në zonën e Kuçit, kryetari i Partisë Socialiste ka kthyer në traditë sa herë zhvillohen zgjedhjet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u shfaq entuziast përpara gazetarëve pas sqarimit të Departamentit të Shtetit lidhur me ndalimin e udhëtimit në Amerikë. Lideri i opozitës tha se tashmë askush nuk e pengon të vizitojë Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se non grata mbetet në fuqi. Kryetari i Partisë Demokratike komentoi sot sqarimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Dhënë një gazetari amerikan se Sali Berisha mund të marrë vizë të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se është i shpallur non grata. Ky vendim i një rëndësie të madhe shkputjes dhe mospranimit të vendimeve politizuese përpjekjeve të administratës së mëparshme që për shkak të lobimit korruptiv të Edi Ramës dhe George Sorosit të ndëshkonin opozitën konservatore, përfunduan një lloj si ai që firmosi aty ku e kanë vendin. Për gazetarët, Berisha sqaroi se nuk kanë plan të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës së shpejti, por vlerësoi rëndësinë që ky vendim ka për të dhe demokratët. Ky vendim është gjithashtu një shpërblim i madh për të gjithë ata demokratë e demokrat që në kushtet më të pazakonta qëndruan për kauzën e drejtë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pranoi se kjo nuk është heqje e non gratës. Pyetja është se non grata është konsideruar vendim politik dhe është denuar, kjo është denim i atij vendimi. Është denim, se është tjetër kur
shqyrtohet dhe bëhet kjo apo ai qendrim, po e shpallur vendimet politizuara të administratës Biden. Është pa ekivok. Pra, është e pa shpresë. Një ditë më parë, gazetari amerikan Mark Caputo shkroi në rrjetin social X se kishte pyetur Departamentin Amerikan të Shtetit për rastin e Sali Berishës. Ne japim rregullisht përjashtime për të lehtësuar udhëtimin e individëve të caktuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në përputhje me detyrimet ndërkombëtare dhe interesat tona kombëtare. Ne nuk do të lejojmë që interesat tona të politikës së jashtme apo marrëdhëniet me Shqipërinë të mbahen peng nga vendime të politizuara të epokës së Bidenit, thuhet në reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për gazetarin amerikan. Kryetari socialist Edi Rama reagoi për lajmin se Departamenti Amerikan i Shtetit lejon Sali Berishën të udhëtojë në SBA. Në rrjetet sociale Rama shkruan: "Trushpërlarja i shëmbullori që u ka bërë në tërë këto viteve të shkretëve, saqë edhe kur bufi i rrjedhur për qartet rrugëve, këneta she ëndra madhështore me rrugë Qumshti dhe Mëndafshi, ku oqeani bëhet kos dhe kapela trampiste e bufit shumë fishohet në milionat e nxjerrë floriri me mbishkrimin USA." Lideri socialist shton se kjo është një tjetër tallje. Thash se ja hoshën vërtet damkën të shpëtonte Shqipëria nga një turp i pashembullt, po hiç, që nga një tjetër nga totaljet e bufit me luginën e kënetës, ku mbetet gjithnjë i palëkundur, besimi se po e tha bufi fluturon edhe gomari, përfundon Rama reagimin e tij. 4 persona u ndalën në Shkodër në ndyshime për krime zgjedhore. Aksioni është zhvilluar në drejtimin e kreut të SPAK Altin Dumani, i cili takoi edhe grupe task force që operojnë në Shkodër dhe në Lezhë. Kur na ndajnë 3 ditë nga zgjedhjet parlamentare me urdhër të SPAK, ndalohen 4 persona në Shkodër. Operacioni i parë i këtij lloji që në fokus ka parandalimin e krimeve zgjedhore. Byroja Kombëtare e Hetimit ushtroi kontrolle në disa zona të qytetit verior, konkretisht në Malësi të Madhe, Barbullush, Bushat, Mje dhe Vau i Dejës. Ndërkohë, kryeprokurori SPAK Altin Dumani zbarkoi në terren në këtë zonë. Situata e tensionuar politike e ditëve të fundit dhe denoncimet e disa kandidatëve për shitblerje votash dhe trysni ndaj votuesve kanë vënë në lëvizje prokurorin speciale. Drejtuesi i SPAK Altin Dumani zhvilloi edhe në Lezhë një takim me task forcën për krimet zgjedhore. Ndërkohë, kontrolli janë bërë më herët edhe në Elbasan. Sot SPAK publikoi një bilans të përditësuar të dhënave për krimet elektorale. Numri i kallëzimeve është rritur nga 3 ditë më parë, e në total kjo prokurori ka administruar 123 materiale, nga të cilat për 35 janë çelur procedime penale. Bashkimi Evropian ka vendosur të hapë një tjetër grup kapitull për Shqipërinë. Kryeministri Edi Rama e konsideroi këtë një moment historik, ndërsa përsëriti objektivin për antarësimin në Union brenda vitit 2030. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian do të mbajnë në datën 22 maj në Bruksel konferencën e 5 ndërqeveritare për të hapur edhe 8 grup kapituj të tjerë në vijim të negociatave për antarësim. Kapituj që do të hapen përfshin fusha themelore si politikën ekonomike, punësimin, tatimet, arsimin dhe kulturën, bashkimin doganor apo edhe median e transformimin digital. Në rubrikën Sy më sy, kryeministri Edi Rama përshëndeti lajmin dhe shprehu ambicien që kapitujt e tjerë të mbetur të hapen brenda vitit. Mora dhe lajmin që grup kapitulli tjetër i negociatave u aprovua për të hapur. Pra, kemi hapur 16, hapim dhe 8 të tjerë tani, që bëjnë 24, mbeten dhe 11 për të hapur. Deri tani janë hapur negociatat për 27 fusha, ndërsa përfundimi me sukses i këtij grup kapitulli të ri pritet të sjellë politika tatimore më të drejta, mbrojtje për punëtorët dhe rritje për bizneset shqiptare. Aeroporti i Vlorës priti këtë të njëjtë avionin e parë për fluturimin e provës. Aeroporti që do t'i shërbejë shumë turizmit do të hapet brenda këtij viti. Në ceremoninë e rastit, kryeministri Edi Rama dha lajmin se nga Kuksi do të nisin fluturimet kompania shqiptare Air Kosova. Sikundër ishte premtuar, këtë të njëjtë u realizua fluturimi i parë test në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Ulja e avionit ishte dhe një certifikim i pistës së aeroportit, ndërkohë që po vijohet me certifikimin e komponenteve të tjerë. Kreu i qeverisë e konsideroi këtë projekt shumë sfidues. Ton të shohësh
pak më larg se si i gjithë aeroporti është ngritur 2 metra nga sipërfaqja e terrenit, pasi terreni këtu është 2 metra nën nivelin e detit, dhe se çfarë pune jashtëzakonshme është bërë në të gjithë pjesën e padukshme sot. Të njëjtin qëndrim ndau dhe Bexhet Pacolli, i cili përfaqëson dhe kompaninë që po zbaton punimet e këtij aeroporti. Ky aeroport ka tërheq vëmendjen time dhe pothuajse kom shku flaj dhe jam zgju me këtë aeroport. E di se kom marrë kritika, ndoshta për shtyrjen e afateve, edhe pse jemi në kuadër afateve kontraktuale, por sidoqoftë ky aeroport do të jetë aeroport shumë funksional. Investimi mbi këtë projekt ka tejkaluar parashikimet fillestare. Flitej për një investim rreth 104 milion euro dhe për një terminal prej 5.000 metra katror. Sot që flasim nga deklaratat e konsorciumit bëhet fjalë për një investim deri tani 140 milion euro dhe terminali është 17.000 metra katror. Ndërkohë, lidhur me kritikat për aeroportin e Kukësit, i cili ende nuk ka fluturime, Rama njoftoi kompaninë që do të fluturojë, e cila do të jetë shqiptare. Air Kosova do të jetë kompania tjetër shqiptare. Këta 2 avion do jenë 2 avionët e krenarisë sonë të përbashkët. Aeroporti Vlorës pritet të hapet brenda vitit dhe do të jetë për fluturime transoqeanike. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur para ditën e kësaj të enjtëje në Kodër Rëshen të Mirditës, ku një elektricist ka humbur jetën gjatë punës për furnizimin me energji elektrike në një qendër votimi. Viktima Emiliano Bunga, 37 vjeç, punonjës si OSHE, ka ndërruar jetë teksa po punonte për të siguruar energji elektrike në zonën e caktuar. Ndërkohë 2 kolegë të tij kanë mbetur të lënduar gjithashtu. Ata janë dërguar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore. Ngjarja ka ndodhur në ish-godinën e shkollës së mbyllur në Kodër Rëshen, që shërben si qendër votimi në zgjedhjet e të dielës. 3 persona të kërkuar nga drejtësia shqiptare janë arrestuar nga autoritetet në Dubai me qëllim ekstradimi në Shqipëri. Ata akuzohen nga SPAK për pjesëmarrje në disa vrasje të bandave të Elbasanit, si edhe për bashkëpunim me Taloçelën. Autoritetet në Emiratet e Bashkuara Arabe kanë arrestuar 3 shqiptar të akuzuar si të përfshirë në krime të rënda si antar të bandës famkeqe të shumë kërkuarit Taloçela. Prangosja e tyre është realizuar me qëllim ekstradimi në vendin tonë në mënyrë që të përballen me akuzat e ngritura nga prokuroria e posaçme. Ervis Daka, i lënë arrest me burg, akuzohet se ka informuar personat që kanë tentuar të vrasin 28 vjeçarin Kej Piku, si dhe e ka siguruar kushtet për vrasjen e Arjan Spahiut. 38 vjeçari gjithashtu dyshohet se e ka strehuar dhe e ka ndihmuar që të fshihet Taloçelën. Në pranga është vënë edhe Maksim Koçi, i cili akuzohet se ka marrë pjesë në vrasjet e Levis Kaplanit dhe një tjetër personi. Gjithashtu, sipas SPAK, ai besohet se ka siguruar kushtet për vrasjen edhe të 2 personave të tjerë. Personi i tretë që pritet të ekstradohet në Shqipëri është Ado Xhika, i cili gjithashtu ka ndihmuar në fshehjen e Taloçelës. Pak ditë më parë, nga Dubai u ekstradua Florence Çapja, një tjetër emër i njohur i motosiklimit, i cili prej shumë vitesh ishte në kërkim i akuzuar për vrasje dhe krime të tjera të rënda. Rrugët kryesore në Tiranë, Durrës dhe Vlorë do të jenë të bllokuara dhe në funksion të Giro d'Italia për shkak të garës së njohur ciklistike. Nga nesër e deri të dielën, lëvizja në këto zona do të bëhet në akse alternative. Një nga evenimentet më të rëndësishëm të ciklizmit, Giro d'Italia zbarkon në Shqipëri, ku për 3 ditë radhëzi, me 9, 10 dhe 11 maj, 184 ciklist do të përshkruajnë itinerarin e përcaktuar në Tiranë, Durrës dhe Vlorë. Policia e Tiranës ka bërë publike rrugët që do të bllokohen në mënyrë që qytetarët të shmangin lëvizjet me mjetet e tyre në këto akse, pasi do të bllokohet qarkullimi. Ndalimi i lëvizjes si dhe parkimit të mjeteve është përcaktuar me fasha orare nga ora 8 mëngjesi deri në orën 18:00. Ditën e premte qarkullimi nuk do të lejohet nga fshati Gracen deri në Sauk, për të vijuar më pas në bulevardin Jean d'Arc, rrugën e Elbasanit dhe akset në afërsi të qendrës deri në zonën e Freskut. Ndërkohë, policia ka përcaktuar dhe disa akse të tjera alternative për kalimin e makinave. Bllokim të automjeteve do të ketë në datën 10 maj. Kryesisht rrugët e bllokuara janë në afërsi të qendrës, rrugës së Elbasanit e deri të Gzogu i Zi.
Të bllokuara do të jenë dhe rrugët lidhëse në këto zona. Evenimenti Giro d'Italia ndahet në 3 etapa. Ai nis në datën 9 nga Durrësi drejt Tiranës, në datën 10 cikliste do të garojnë në kryeqytet, ndërsa etapa e tretë të dielën 11 majit zhvillohet në Vlorë. Edhe pse kjo e diel përkon me ditën e zgjedhjeve parlamentare, policia shprehet se përmes rrugëve alternative do të sigurohet që çdo qytetar të mos pengohet drejt qendrave të tyre të votimit. Kjo gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, mirupafshim.